Avokat, mbrëmjen e djeshme, biznesmeni i njohur Elton Iliani ka bërë disa deklarata lidhur me këngëtaren Parashevi Simaku. Dhe ne kemi bërë disa intervista bashkë dhe ndërta ju keni qenë të parë që keni thënë që ajo ka qenë e përndjekur shumë nga sigurimi i shtetit, gjë që cilën pak a shumë e konfirmoi dhe Elton Iliani. Shiko, është fakti i njohur që sigurimi i shtetit, njerëzit e artit i kanë ndjekur në mënyrë të veçantë, qoftë brenda, qoftë jashtë shtetit. Kam parasysh nuk mund të dilin sportistët jashtë pa të pashoqëruar nga një oficer i sigurimit të shtetit. Nuk mund të shkonin skuadrat tona të futbollit jashtë shtetit për të luajtur në kampionate të ndryshme të pashoqëruar dhe të pakontrolluar dhe survejuar mirë nga dy, jo një, nga dy zyrtarisht oficerët të sigurimit të shtetit. Lere pastaj që mund të bënin ata me njëri tjetrin, sepse u ndërtua një shoqëri mbi bazën e spionimit, mbi bazën e deklarimeve të rreme ose dhe të vërteta, por që nuk mete gjë pa denoncuar në sigurimin e shtetit, në organet e diktaturës. Populli ynë ka, dhe bashkë me të edhe unë, kemi kaluar një kalvar të gjatë frike dhe shantazhi nga diktatura. Një diktaturë e pa shembull. Kishin dhe rumunët kishin diktaturë, kishin dhe këto shtetet e tjera të ish bllokut komunist sovjetik, por jo si në Shqipëri. Shqipëri është bërë tmerr. Në Shqipëri arritën deri aty sa sot, tani që flasim bashk, ka me dhjetra të zhdukur në burgjet e diktaturës që nuk u dihet varri ku janë varrosur dhe si janë. Kam vajtur, para 4 vjetësh kam vajtur, ishte një përvjetor, nuk e di sa ishte në ish burgun e qaf barit, në andej në Apuka së kosht, kam parë tmerr. Ishte një vend që thuaj këtu janë varrosur të gjithë ata që kanë vdekur në burg. As emër, as gjë, thjesht thuaj që këtu janë varrosur ata dhe kaq, një tabel e vend tani mbas diktaturës. Kështu që nuk më habit fare fakti që është deklaruar, dhe mirë ka bërë ai zotnia, që ka deklaruar një gjë të tillë, sepse ishte vërtet. Parashevia ka hequr realisht, ka hequr të zite ullirit nga sigurimi i shtetit. Ishin objekti. Jo Parashevia që ishte një vajzë shumë e bukur, edhe nuk diskutohet që do vërsuleshin të tërë qëndë e sigurimit të shtetit mbi të. Po dhe një normale, një zakonshme, pa tjetër që do kalonte në duart të tyre, ishte pa mundur, se ndryshe nuk dilte në krye. Kam parasysh dhe një thënie të një shkrimtari turk, Aziz Nesin, i cili thot rruga për të suksesi kalon nga shtrati i regjizorit. Avokat, po a kemi detaj konkret, emra konkret që si e ka përndjekur, pra ka qenë dikush që e ka përndjekur apo thjesht themi që sigurimi i shtetit? Tani emrat nuk kam si t'i di, se s'kam qenë në ato struktura dhe nuk as jam përdjekur nga ata vetë. Vetë nuk jam përdjekur nga ata. Po kam parasysh këngëtarin Sherif Merdani bie fjala. Një këngëtar i shkëlqyer, një njeri në punë të tij, një mjeshtër i këngës, e morën e futën në burg, shokët e tij. Tjetër, kemi atë vllajën e sportistit Salvador Kachaj, si kishte ky këngëtar i lirik, një zë brillant, një artist i shkëlqyer, e përndoqën sa e futën në burg dhe kolegët e tij. Ishte një shoqëri që dhe një strukturë e shtetit që nuk linte molekull të shoqërisë shqiptare, pa kontrolluar, pa survejuar, pa dhunuar dhe torturuar. A ka pasur këngëtare të tjerë përveç Parashevi Simaku? Ka deklaruar Alida Hisku, ka deklaruar vetë. Madje ka thënë kështu, na fusën në burg, atje në qeli, na mbulonin kokën me batanie dhe na përdunonin me radhë hetuese dhe prokurorët. E ka deklaruar ajo, nuk e them unë nga vetja ime. Dhe ata s'kan marrë përgjigje, ata s'janë dënuar, ata nuk kanë dhënë llogari, sepse akoma janë në pushtet, akoma janë në strukturat e shtetit shqiptar, në mos vetë ata që kanë qenë të rinj, pasardhësit e tyre.
s'kan dhënë llogari. Nuk i ka prekur njeri, nuk u ka thënë njeri ç'është kjo që bë dhe pse e bë. Se duhet të rrim shtërmet flasim drejt. Me ligjet e diktaturës nuk lejohej që të bëje të ushtroje torturë, që e ndaluar me ligj. Tjetër gjë se që bënin ata pasaj dhe nuk e të llogari dhe nuk i kërkon të kërkush, sepse në veri atë donte që të vinte njëri të vresi njëri tjetrin, të godisni njëri tjetrin. Por me ligj ndalohej, ndërsa këta kanë shkelur ligjin dhe se gjë ja aty ke. Absolutisht asnjë gjë s'ka ndryshuar. Dhe janë po ata oficer dhe hetues të sigurimit të shtetit që kanë bërë ato krimet, qoftë tek arti, qoftë tek kultura, qoftë tek sporti, pse harruam atë Kondo, si e kishte ai peshngritësi. A ishte kjo përndjekja që u bë para shefis që u detyrua që të largohej nga Shqipëria? Padyshim. Iku nga sytë këmbët. Shqyr që u liruam, shqyr që shpëtova nga se nuk ka të merr më të madh, për një grua se sa të përdhunohet sistematikisht nga njëri të cilin se shëdot, por s'ka nga jam band. Dhe ajo këtë gjë ka deklaruar, e ka thënë. E kemi thënë dhe personi që e ka torturuar, se vlen më bara qena, se s'do merrim me të vdekurit. Dhe t'jap llogaria ku ka shkuar. Por që atë e ka torturuar, pa diskutim. Avokat, a ka ardhur koha që në Shqipëri të bëjë i detyrueshëm shërbimi ushtarak dhe a kemi kapacitete ushtarake për të mbrojtur veten nga armiqt? Heqja e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Qarmatosja e Shqipërisë në mënyrë të plot. U qarmatosën. U eliminuan, u zhdukën shkuan për skrap avionët, kemi pasur 150 avionë, ne s'kishim pak. Ishte një fuqi e konsiderueshme ajrore në zonë, në Ballkan. Kemi pasur 1100 tanke, u zhdukën. Le pastaj gryka zjarri artillerie edhe pozicione të fortifikuara e tjera dhe të tëra këto u shkatëruan dhe kanë arritur që tani i shet ky presidenti ynë, ky kusari president, se i shet për vete ky, i shet dhe i merr për vete ato, para të shet bazat, shet presidenti i Republikës, shet bazat ushtarake në Bregdet dhe u ka dhënë klientëve të tij. Që ka ardhur koha, ka ikur, jo ka ardhur. Ka ikur për të vendosur shërbimi i detyrueshëm ushtarak, sepse po qëse do ekzistonte shërbimi i detyrueshëm ushtarak, nuk do kishim në asnjë mënyrë djem që shpërndanin dhe përdornin drogën. Se 2 vjet ushtri të sjellin terezi, nuk ka disiplinë, nuk njohën jetën, po s'bëre, thoshin përpara pleq në vendin ton, thoshin kështu: Brinin e parë fëmijë si ja thyen shkolla, brinin e dytë ja thyen ushtria, djalit. Edhe pastaj bëhet i aftë për jetën. Pra nuk ka ushtri, nuk ka disiplinë, nuk ka seriozitet, prandaj jemi dhe këtu ku jemi. Urgjentisht duhet vendosur shërbimi i detyrueshëm ushtarak. Urgjentisht, bile jemi shumë të vonuar. Avokat, mendoni që pajisjet ushtarake dhe armatimet ushtarake që ka pasur Shqipëria që në kohën e verit ishin të mjaftueshme për të përballuar, po themi, zhvillimin teknologjik në ushtri, apo duhet edhe të investohej? Pra, ushtria, jo vetëm ushtria jonë, po gjithë bota, pajisjet ushtarake i renovon her pas here. Sepse dalin armë të reja, kuptohet, do marrësh edhe kundër përgjigje për këto armë të reja që po dalin, armë ofensive dhe defensive, do me thënë armë sulmi, armatim sulmues dhe armatim mbrojtës. Ne praktikisht kemi pasur aviacion mbrojtës të përkryer. Nuk hynte dot njeri në Shqipëri, ishte kontrolluar sa hapësira ajrore në mënyrë perfekte. Sot, si ke, pra detyrimisht që të kish të ruaje të vjetrën, dhe mi bazë e asaj pasaj të blej dhe të reja. Por nuk u bë kështu, u qarmatos Shqipëria, nuk e di kush dha urdhër, pse u bë, për çfarë arsye u bë, kush komandoi, kush qeverisi në këtë pikë, se nuk e dim kush e bëri këtë gjë. Nuk folën strukturat e shtetit fare për qarmatosjen masive që i bën Shqipërisë. I kam parë në Kakavi tanket tanë që shkonin në Greqi, sepse amortizatori i tankut
të 54 dhe të 70 që kishim neve, ishte i shkëlqyer dhe grekët e morën i mirnin për tanket e tyre. Sikurse mirnin dhe e kanë marrë në mënyrë masive pompat e karburantit të migëve. I vendosin tek avion të tyre Mirage 2000 që urrëzoheshin çdo 3 muaj nga 1 nga 2. Avokat, kush ka qenë dëmi më i madh që është bërë Shqipërisë pas 90-s? Janë disa krime, jo dëme. Krimi më i madh është qarmatosja e Shqipërisë. I dyti është shkatërrimi i bazës industriale dhe i fabrikave dhe uzinave që ishin me rendiment dhe ishin me vlerë për të vazhduar të funksiononte ekonomia jonë. E shkatëruan gjithçka dhe e bën që këtu të mos mbyllet më, të mos korret më, të tërat vinë nga jashtë dhe këto i bën në interes të deputetëve që kishin mundësi të importonin nga jashtë shtetit. Këtu ishte i gjithë krimi që është bërë. Po pse nuk foli njeri, do të thoni, nuk foli sepse s'kishte opozit. Ne deri tani kemi kujtuar se ka opozit, ose ka pasur opozit. Absolutisht asnjëherë. Për gjëra themelore s'ka pasur opozit, kanë qenë unison. Që në 91-shin edhe deri sot e kësaj dite. Që atëherë kur u krijuan nga Ramizalia ajo opozita e ashtu quajtur opozit, të cilëve u ishte vënë vije kuqe, do bësh opozit deri këtu, po këtu po kalove vije kuqe ti kën koka. Dhe nuk u kalua ndonjëherë vije kuqe që të kërkoj llogari. Pse u qarmatos Shqipëria? Pse u shkatëruan uzinat? Pse u shkatëruan kombinatet? Pse u shkatërua bujqësia? Pse u shkatërua mekanika bujqësore? Gjithçka u shkatërua. Dhe s'jep njëri llogari. Ata janë gjallë aty, i kemi akoma. Të dalin të japin llogari, unë këtu i bëthirje aleatëve tanë amerikanë. Të nxjerrin para përgjegjësisë këta kriminalë që shkatëruan ekonomi dhe industri shqiptare. Atë që kje, asnjë nga vendet e lindjes nuk i prishit. Të tëri kanë punë. Çekia, Slovakia, Rumania, të tëri kanë punë uzinat edhe fabrikat që kishin si nuk u vunë zjarrin, këta vunë zjarrin. Pra këta kanë punuar në mënyrë sistematike në funksion dhe në interes të Beogradit dhe të Athinës. Pra po e them të Beogradit dhe të Athinës. Dhe do përgjigjen, do vi një ditë që do përgjigjen. Avokat, shpeshherë po përflitet që së shpejti do ketë arrestime, do krijohet qeveria teknike dhe ndërkohë që zgjedhjet po afrojnë, a besoni që do ketë arrestime dhe qeveri teknike? Që do bëhen arrestime, do të merren pronat, do të shpërndahen shqiptarëve, do bëhet qeveria teknike, mirë po deri tani nuk po shohim televizë asgjë në këtë drejtim. Shpresoj që se kohë ka akoma, se pardia u shkri parlamenti. Kështu që janë të tëra kushtet dhe të tëra mundësit, tashi që qoftë që të bëhen arrestimet, qoftë që të bëhen sekuestrimet, qoftë edhe të ngrihet dhe të shpallet qeveria teknike. Se qeveria teknike nuk do bëhet nga dy partitë e mëdha siç kanë kërkuar. Qeveria teknike do bëhet nga njerëz të paangazhuar në këtë parti. E pres këtë, e presëm me dita ditës, e besoj që do bëhet. E besoj, kam besim të profesor Pilinçi, por do t'ja lëm kohës. Kur të bëhet, do gëzojmë të tërë. Avokat, a besoni që partitë e vogla do kenë mundësi të marrin ndonjë deputet? Jo. Partitë e vogla ose partitë që kam quajtur unë në mënyrë të përsëritur, nuk do marrin, nuk do kenë përfaqësues të tyre, sepse janë të tëra ose mund t'u japin nga një kock këta të dy të mëdhenj, partitë e mëdha, mund t'u japin dhe atyre nga një kock që të thonë ja u përfaqësuan dhe të vegjël për të treguar që këtu ka pluralizme dhe ka pjesëmarrje të gjerë. Po ata po hajnë njëri tjetrin, po marr Dashnor Sulën. Dashnor Sula ai ishte me PD-n, vajti tek LSI-ja, nga andej vajti tek PS-ja, tani prap e ka kërkuar Salihu që të kthehet. Këta janë karagjozmë, këta janë burra shteti, janë politikanë. Lëpihet ai për një karike deputeti, po deri dje ishte deputet, çdo më, ç'a bëre kur ishe? Se ishe zoti Sula. Na pëlqejën ato deklarimet e tua dhe në ato batuta të lëshoje. Po praktikisht një ishe, s'kishe që bëje, dhe s'kanë që bëjnë.
Këtu është ngërçi i jashtëzakonshëm, është legalizimi i diktaturës nëpërmjet kodit zgjedhor, nëpërmjet marrëveshjes së vitit 2008 në 21 prill. Aty u rivendos diktatura e Partisë Punës dhe fjala rilindje e kam thënë edhe the prapë të japi sy shqiptarët. Është rilindje për Partinë e Punës, nuk është rilindje se leu një qëngjë. Është rilindje e teorisë komuniste e Partisë Komuniste të Punës të Shqipërisë. Janë ata në pushtet. Dhe këtë vërteton dash ekzistenca e zonjës Balluku, zëvendës ministre, në dash mbiemra të tjerë të njohur. Deri dje ishte drejtoresha ATP-s, ajo Sonila Qato e bie Llambikek Prifti, po Llambikek Prifti ishte kandidat i byrosë politike, pra janë po këta në pushtet, s'ka lvizur gjë. Dhe për këtë kërkojnë qytetarët shqiptarë dhe më kapin për ditë për gjakete, avokat ke deklaruar i do bëhet, qeveri teknike do bëhen zgjedhje. Më duket dhe mua sikur e kam thënë unë këtë, unë nuk e kam thënë nga vetja.